Nderuar shikues, mirëmbrëma, do të njihemi bashkë me edicionin qendror të lajmeve këtu në kanalin 7, ndër të tjera do të ndiqni. Qeveria çon në gjykatën kushtetuese pezullimin nga detyrat të Belinda Ballukut. Rama e quan vendimin një akt brutal ndaj ekzekutivit, por masa do të zbatohet. Zbardhen arsyet e pezullimit të zëvendës kryeministres Balluku, gjykata vëren se ajo mund të prish ose të asgjësoj provat nëse qëndron në zyrë. Mbahet në Tiranë samiti i plani rritjes rruga jon në Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama deklaron se ballkanasit mund të jenë truprojat e Europës. Rreshtet e dendura të shiut shkaktojnë përmbytje në Vlorë, Berat dhe Gjirokastër. Lumi Vjosa arriti kuotën maksimale, evakuohen 10 familje. Vjojmë gjërësisht. Fati i Belinda Ballukut, e cila është pezulluar nga gjykata e posaçme, duket se do të vendoset në kushtetuese. Kryeministri Edi Rama konfirmoi dërgimin për interpretim në gjykatën më të lartë të vendit, ndërkohë gjatë konferencës me komisioneren e zgjerimit, shefi i qeverisë e quajti akt brutal dhe rast unikal në Europë, pezullimin nga detyra të një antari qeverie. Vendimi i gjykatës së posaçme për të pezulluar nga detyra zëvendës kryeministren Belinda Balluku do të dërgohet për shqyrtim në gjykatën kushtetuese. Teksa bëri publik qëndrimin e tij se veprimet e drejtësisë do të respektohen nga qeveria. Kryeministri Edi Rama sqaroi se do t'i kërkojnë kushtetueses të interpretojnë nëse gjykata mund të pezullojë nga detyra Ballukun. Që ne do ta përcjellim në gjykatën kushtetuese si një akt brutal ndërhyrje në pavarësinë e pushtetit ekzekutiv. Për periudhën që flasim, qeveria e Shqipërisë nuk ka zëvendës kryeministër dhe nuk ka një ministër të infrastrukturës dhe energjisë që funksionon. Krah komisioneres për zgjerimin e BE Marta Kos, pas samitit për planin e rritjes, kreu i qeverisë shqiptare cilësoi hap të gabuar pezullimin e një zyrtari. Nuk bën vaki në Bashkimin Evropian që njerëzit të pezullohen nga funksionet, është unike në historinë e Evropës kjo, duke qenë të zgjedhur. Dhe njëherë i theksoi betimin e dhënë nga socialistët se nuk do të ndërhyjnë në punën e institucioneve të drejtësisë, që ata vetë krijuan. Roli ynë është që të jemi garant të kësaj pavarësie të drejtësisë që Shqipëria po e njeh për herë të parë në historinë e vet. Ta mbrojmë këtë pavarësi të gjyqësorit edhe kur rëndon mbi ne. Nga ana e saj, komisionerja për zgjerimin Marta Kos zgjodhi të mos komentojë çështjen ndaj Ballukut, megjithatë vlerësoi punën e reformës në drejtësi. Nuk mund të komentoj çështje konkrete, por ajo që mund të them është që një sistem i pavarur gjyqësor është një nga arritjet më të mëdha të Shqipërisë në vitet e fundit, ka pasur ecuri të rëndësishme në luftën kundër korrupsionit dhe kemi pasur si pjesë të gjetjeve tona dhe pjesë të raportit të zgjerimit. Nga çdo vend kandidat duam që të ketë një sistem që me ndihmën e sistemit gjyqësor të ketë siguri ligjore, që nëse i dhunohen të drejtat, ka gjykata dhe gjykatës që kujdesen për këtë çështje. Tashmë i mbetet në dorë gjykatës kushtetuese për të dhënë fjalën e fundit, teksa tashmë qeveria Rama 4 është pa një zëvendës kryeministër dhe ministër infrastrukture dhe energjie. Është zbardhur kërkesa që Këshilli i Ministrave i ka dërguar gjykatës kushtetuese këtë të premte, ku i kërkon pezullimin e vendimit të gjykatës së posaçme për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Këshilli i Ministrave kërkon që vendimi të pezullohet deri në shpërtimin e çështjes nga gjykata kushtetuese. Një ditë më parë, gjykata e posaçme vendosi pezullimin nga detyrat të zëvendës kryeministres Belinda Balluku si dhe ndalimin e daljes jashtë vendit. Nesër, Belinda Balluku do të paraqitet në gjykatën antikorrupsion për të njohur me masën e pezullimit nga detyra dhe ndalimin e daljes jashtë vendit. Ndërkohë, në vendimin e tij, gjyqtari Erion Çela ka arsyetuar se Balluku dhe vargësit e saj të marrë të pandehur mund të prishin ose të asgjësojnë provat. Gjykata e posaçme do t'i komunikojë të shtunën në mëngjes ministres së pezulluar Belinda Ballukut masën që i caktoi të njëjtën dhe ndalimin e daljes nga shteti.
Zyrtarisht pritet që në orën 9 ajo të paraqitet në gjykatën antikorrupsion për verifikimin e kushteve të masës së sigurisë dhe të marrjes në pyetje, një vendim ky që prek edhe të bashkëpandeurit e tjerë, kreun e autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjyli dhe atë të korporatës energjetike shqiptare Eral Delezi. Këta të fundit, gjyqtari Erion Çela i ka izoluar në shtëpi. Vision Plus ka siguruar disa nga arsyet e caktimit të masave të sigurisë. Ekzistojnë shkaqe të rëndësishme që vënë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provës në funksion të hetimit të kësaj çështjeje, pasi për shkak të detyrës që ushtron e pandehura Belinda Balluku, aktualisht me funksionet e larta shtetërore, zëvendës kryeministër dhe ministër i energjisë dhe infrastrukturës, por edhe të pandehurit e tjerë Gentian Gjyli dhe Eral Delezi, ekziston mundësia që ata të ndërhyjnë dhe të ndikojnë në prishjen ose azgjësimin e provave, në krijimin e rrethanave që vështirësojnë mbledhjen e provave. Një tjetër argument ka shërbyer edhe largimi i mundshëm i të pandehurve nga vendi, duke marrë shkasnjë dyshimi se kanë kryer shkelje të barazisë së pjesëmarrësve në tendera. Në lidhje me ekzistencën e rrezikut të largimit të pandehurve, gjykata vlerëson se në rastin konkret ekziston rreziku i të pandehurve nisur nga sanksioni dhe marzhi i lartë që parashikon ligji për veprën penale që ata dyshohen, konkretisht nga 1 deri në 5 vjet burgim. Jo vetëm kaq, por gjyqtari Çela thotë se të bashkëpandeurit janë në kushtet për të kryer krime të së njëjtës natyrë. Gjykata vlerëson se në rastin konkret për shkak të rrethanave të faktit dhe personalitetit të pandehurve, duke qenë në ushtrimin e funksioneve respektive të tyre për shkak të detyrës, ekziston rreziku që ata të kryejnë krime të njëjtit lloji me atë për të cilin po procedohen. Më 31 tetor, prokuroria e posaçme e vuri në akuzë Belinda Ballukun për tenderin e tunelit të Llogaras me vlerë 189 milion euro. Sipas SPAK, numri 2 qeverisë bashkëpunoi me 5 zyrtarë dhe antar të vlerësimit të ofertave, të cilët gjithashtu janë marrë të pandehur. Në akuzë kanë përfunduar kreu i autoritetit rrugor shqiptar Gentian Gjyli dhe ish kreu i të njëjtit institucion Eviz Berberi, bashkë me antarët e Komisionit të vlerësimit të ofertave, si dhe drejtorin e Kesh. Tenderi është zhvilluar fillimisht me 11 dhjetor të 2020-s, por më pas u anulua dhe u rihap në 22 qershor 2021 me fond limit 18.9 miliard lek pa TVSH. Gazmend Bardhi deklaroi se Edi Rama nuk e shkarkon dot Belinda Ballukun pasi të dy janë pjesë e aferës së Llogaras. Nënkryetari i Partisë Demokratike lëshoi kritika edhe ndaj komisionerës së zgjerimit, që sipas tij po justifikon korrupsionin e kryeministrit. Partia Demokratike akuzoi kryeministrin Edi Rama se është bërë avokati i një zyrtari që është në hetim nga SPAK-u për abuzim me tenderat publik. Nga selia e Partisë Demokratike, nënkryetari i PD-s Gazmend Bardhi deklaroi se kryeministri Edi Rama nuk e shkarkon dot numrin 2 të qeverisë Belinda Balluku, pasi ai vetë është përgjegjës për çështjen e tunelit Llogaras. Vendimi i Edi Ramës për të mos shkarkuar Belinda Ballukun është çmimi që shqiptarët po i paguajnë për shkak të një kryeministri që prej datës 31 tetor nuk e ka më veten në dorë. Sot Edi Rama konfirmoi me zë dhe figurë se është një pupac i Belinda Ballukut, e pandehur nga SPAK deri tani për 2 tendera që zbashku shkojnë në vlerën 210 milion euro. Bardhi replikoi në distancë edhe me komisioneren e zgjerimit Marta Kos dhe vlerësimin e saj për zgjedhjet e 11 majit. Dhe çdo shqiptar pres nga komisionerja e zgjerimit që në deklaratat e saj, veçanërisht në raport me Shqipërinë, të përcjell vlerat europiane, standardet europiane, jo të justifikoj korrupsionin e Edi Ramës. Sa i takon deklaratës se zgjedhjet kanë qenë të lira dhe të ndershme, këtë pohim, si shqiptarët janë dëshmitar, nuk ka guxuar ta thot as vetë Edi Rama. Nga kjo deklarat do të turpërohej, dhe këtë e kam bindje, edhe vetë Edi Rama, sepse është një deklarat që turpëron çdo që guxon ta thot. Nënkryetari i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ftoi qytetarët i bashkohen protestës së opozitës pas ditën e së hënës kundër kryeministrit Edi Rama e kundër numrit 2 të qeverisë Belinda Balluku. Në Tiranë u mbajt këtë të premte samiti plani i rritjes rruga jon në Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama priti liderët e rajonit dhe po ashtu edhe komisioneren e zgjerimit Marta Kos. Në fjalën e hapjes, Rama tha se ballkanasit mund të jenë truprojat e Europës.
Liderët e Ballkanit Perëndimor u bën bashkë këtë të premte në Tiranë për të marrë pjesë në samitin Plani i rritjes rruga jon në Bashkimin Evropian. Krerët e shteteve, mes tyre edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, u pritën në pallatin e brigadave nga kryeministri Edi Rama, i cili i uroi mirëseardhjen, po ashtu edhe komisioneres së BE-s Marta Kos, si edhe ambasadorit të delegacionit të Bashkimit Evropian Silvio Gonzato. Në hapje të samitit, Rama tha se vendet e Ballkanit Perëndimor po bëjnë detyrat dhe se e meritojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Do të vazhdojmë përpara derisa Ballkani Perëndimor të hyjë në Bashkimin Evropian, jo si i ftuar, por si kontribues për ekonominë të ardhmen dhe sigurinë e tij. Për sigurinë tuaj, zgjidhni një Ballkanas dhe kjo funksionon gjithmonë. Zgjidhni Ballkanin. Ne mund të jemi truprojat e Europës dhe më pas do të ndihet më e qetë. Nga ana tjetër, komisionerja e BE-s për zgjerim Marta Kos tha se Ballkani Perëndimor i përket BE-s, por shtoi se ka ende punë për të bërë. Ju jeni pjesë e Europës. Sot kemi ardhur këtu për të bërë vlerësim të ecurisë për të parë se çfarë ka ecur mirë me planin e rritjes. Kemi mbushur 2 vjet që nga fillimi i zbatimit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Është momenti për të bashkëbiseduar dhe kemi mjaft për të festuar. Samiti u zhvillua në 2 panele diskutimesh, formimi i nismave të reja me përfitime për qytetarët dhe biznesin dhe përmbushja e angazhimeve të përbashkëta, rezultatet dhe përshpejtimi. Palët diskutuan për bashkëpunimin në fushën e turizmit, për përparimin dhe hapat e ardhshëm drejt tregut të përbashkët rajonal. Mëngjesin e kësaj të premte, lumi Vjosa arriti pikën maksimale dhe përpasoj shumë familje janë zhvendosur nga shtëpit. Në Bistrisë, argjinatura është dëmtuar duke sjellë përmbytje të zonës, ndërsa në Berat, pedonalja e qytetit është mbuluar nga uji. Për shkak të rresheve masive dhe prurjeve të pazakonta të lumit Vjos, situata në zonat përreth mbetet problematike. Në orët e mëngjesit niveli arriti pikën më të lartë prej 8.3 metrash, por disa orë më vonë niveli ra në 6. Forcat armatosura dhe emergjencat civile janë në gatishmëri, ndërkohë që gjatë natës janë evakuuar 10 familje në Novosel dhe 3 të tjera në fshatin Fitore. Banorët e zonës kërkojnë ndihmë urgjente, veçanërisht ushqim për bagëtit. Në Saran, në vendin e quajtur Shkallë Qafbod dhe nga karburanti në qendër të Konispolit, rruga për shkak të inerteve që bien nga mali është e pakalueshme. Në aksin rrugor Saran Shian është bllokuar rruga në fshatin Shelegar pasi lumi Kalas ka dalë nga shtrati. Në fshatin Çuk, argjinatura e lumit Bistric është dëmtuar dhe uji është afruar banesave, madje një mjet zjarfikës është përmbytur totalisht nga uji. Si pasojë e situatës së keqe, tuneli Llogaras për shkak të një defekti elektrik pritet të mbyllet përkohësisht. Në qarkun Gjirokastër gjatë natës ka patur rreshje me intensitet të lartë, të cilat kanë sjellë prani të madhe të ujit dhe inerteve në akset Kardhiq-Delvin pranë tunelit të Skërficës, Tepelen Gjirokastër pranë shkallës së Zesi dhe Gjirokastër Kakavi përballë fshatit Bularat pasi liçeni Virojt ka dalë nga shtrati. Në Elbasan ka patur rënje gurësh dhe inertesh në disa akse rrugore, Elbasan Qafthan, Librasht, Prenjas, Gram, Shmoglic në zonën e Bratilës dhe aksi Elbasan Peqin në fshatin Paulesh, ku gjatë natës pati edhe një bllokim të pjesëshëm të qarkullimit. Ndërkohë në Berat, prurjet e shumta të lumit Osum kanë bërë që ujërat të dalin mëngjesin e sotëm në pedonalen dhe lulishtën e qytetit, dhe vetëm disa orë më vonë uji është tërhequr nga pompat e mjeteve zjarfikse. Arkiva e prokurorisë në Korçë është përmbytur për shkak të shiut të dendur, ndërkohë autoritetet ndërhyjnë menjëherë duke shfutuar dosjet që rrezikoheshin të dëmtoheshin. Monti i Keq solli gjithashtu probleme edhe në Malish, si dhe në disa fshatra të zonës. Rreshjet e dendura të natës dhe mëngjesit të kësaj të premteje kanë shkaktuar një sër problemesh në disa zona të juglindjes. Në qytetin e Korçës, ambientet në bodrumin dhe arkivën e prokurorisë u përmbytën nga rreshjet intensive duke rrezikuar dokumentacionin. Ekipet ndërhyjnë gjatë natës dhe situata aktualisht paraqitet e stabilizuar. Maliqi është një tjetër zonë e prekur. Në bllokun 3, për shkak të një mase elektrike dhe pranisë së ujit, OSHE u detyrua të stakojë një fider, duke sjellë mungesë energjie në një pjesë të qytetit. Në fshatin Sovjan, banorët janë evakuuar së bashku me bagëtit dhe kosheret e bletëve. E njëjta situatë është edhe në fshatrat Leshnjë dhe Vloçisht. Këtu janë zënë kanale, nuk e shpaj shtetit. Këtu janë zënë kanale njëri nga tjetëri vede. Është një kanal për krye aty, e blokua fare. Vide kam zënë shtëpit me shtëpende.
Nuk është faj shtetit, to është faj tonë, hidh pira këtej, hidh pira ande. Kur ngrita në mëngjesi ishte mbushur tëra shtëpitë. Plot me ujë, unë kam 150 kokë dhejnë aty, janë të mbuluara me ujë. Lopë, dhejnë, si që janë edhe kuaj, si që kemi aty. Në ajrë dhe në thanë, dini, shtoni kokën. Ku të vete unë me 150 kokë dhejnë? Ju jeni larguar nga banesat apo çfarë? Jo, janë gjithë në banesa. Ku të shkojnë? S'kan ku të shkojnë njëzë. Ore, duhet të hapen kanalet. Su hapen kanalet të kësa vas kemi neve. Të hapen të kanalet, rrethen banë, si që është aty. Se këtu ka vite që nuk po bëhet kanalit ashtu. Përgjatë lumit Dunavec ka përmbytje pasi është qarë në 2 pika, duke bërë që masat të mëdha ujit të mbulojnë tokat bujqësore. Një urë në fshatin Gjyrë të Librazhdit u bllokua për shkak se rreshjet shëmbën këmbën që mbante urën, ndërsa u bllokua qarkullimi i makinave dhe këmbësorëve. Rreshqitje dhe u janë regjistruar edhe në aksin Qukës Qafploç në degëzimin që devion drejt Pogradecit. Shtëpi të përmbytura nga uji dhe balta, ura të rrëzuara, rrugë të bllokuara dhe toka bujqësore në ujë. Kjo është panorama edhe nga territori i bashkisë Pogradec. Vërshimi ujrave dhe tejmbushja e lumenjve në Vërdove Rëmenj shkaktuan dëme tek banorët, të cilët kanë bërë apel për strehim. 2 banesa janë shëmbur pjesërisht. E vështirë ka qenë situata edhe në njësi të tjera administrative, Qërav, Dardhas dhe Proptisht, ku pati shkarje dherash. Në fshatin Progrër, një e moshuar me probleme të shëndetit mendor, dyshohet se mund të jetë marrë nga rrjedha e ujit, ndërsa rezulton e zhdukur që prej mëngjesit të kësaj të premteje. Prefektura e Qarkut Korç bëri të ditur se monitorimi i territorit vijon pa ndërprerje dhe strukturat janë në gatishmëri për të menaxhuar çdo emergjencë të shkaktuar nga rreshjet. Edhe gjatë kësaj të premte ka vijuar intensivisht ndërhyrja në argjinaturën e qartë të lagunës së Vajinit në Lezhë me qëllim frenimin e rritjes së mëtejshme të nivelit të ujit dhe mbrojtjes së zonës përreth. Mjetet e rënda po përdoren për të transportuar sasitë e inerteve, ndërsa mjetet e ushtrisë më të vogla po kryejnë dërgimin e tyre deri në pikën problematike të argjinaturës. Aktualisht janë vetëm 3 banesa me prani uji brenda dhe disa të tjera të rrethuara nga ujrat, por grupet e emergjencave civile ndodhen në teren. Argjinatura e lagunës së Vajinit është qarë në zonën e Rillës, duke lejuar sasi të mëdha ujë të depërtojnë në kanalin kryesor kullues, çka ka shkaktuar përmbytje në zonën përreth. Një grup kriminal i shpërndarjes së drogës është goditur nga policia e Durrësit. 12 persona përfunduan në pranga, ndërsa gjatë operacionit u sekuestruan qindra doza me kokainë si dhe kanabis dhe armë të ftohta. 12 persona janë vënë në pranga nga policia e Durrësit pasi akuzohen se shpërndanin lëndë narkotike në afërsi të shkollave e gjimnazeve në qytet. Operacioni policor i koduar Klining 3 solli arrestimin e organizatorit të grupit, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Ndaj 12 arrestuarve janë ekzekutuar masat arrest në burg për veprat penale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve, ndërsa drejtuesi përballet edhe me një sër akuzash të tjera, mes tyre kontraband, fshije të ardhurash dhe mbajtje pa leje të municioneve. Nga hetimet e provat e siguruar, rezulton se këta persona në bashkëpunim me njëri tjetrin ushtrojnë aktivitetin e palishëm të shpërndarjes dhe shitjes së lëndëve narkotike në afërsi të shkollave në Durrës. Gjatë operacionit policia ka sekuestruar 180 doza kokaine, 620 doza kanabisi, peshore elektronike, 16 celular, armë të ftohta, një përforcues grushti dhe municion luftarak. Ndërkohë që më herët si rezultati i hetimeve në kuadër të operacioneve policore të koduara Klining 1 dhe Klining 2, janë arrestuar me 10 persona të tjerë po për shitje të drogës. Gjykata e posaçme dënoi këtë të premte me 161 vite burg në total grupin e Gëzim Çelës, i ashtu quajtur baroni i drogës. Bëhet fjalë për operacionin Flak në det, ku arrestuan 12 persona si pjesëtar të rrjetit të trafikut të drogës. Por përfundimisht ata do të vuajnë 109 vite heqje lirie me gjykim të shkurtuar.
100 vjetori i Bankës Kombëtare Tregtare bëri bashkë personalitetet të ndryshme në një mbrëmje të veçantë. Gala BKT i ka fillesat e saj në Shqipëri që në vitin 1925, ndërsa prej 2006 është pjesë e Çalik Group. Banka Kombëtare Tregtare festoi 100 vjetorin me një mbrëmje gala në Teatrin Kombëtar të Operas dhe Baletit, ku morën pjesë personalitetet të larta të shtetit, drejtues të Çalik Holding, institucione financiare, partner vendase të huaj, diplomat dhe klient të bankës. Me rënjë që në vitin 1925, me themelimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë, BKT ka qenë ngurthemeli i sistemit monetar kombëtar. Që nga themelet e Bankës Kombëtare të Shqipërisë, e themeluar në vitin 1925, sot ekzistojnë dy institucione të mëdha financiare, Banka e Shqipërisë, si banka qendrore, dhe BKT, si banka më e madhe tregtare, me rreth 25% pjesë tregu në Shqipëri dhe 15% në Kosovë. Ka pasur shumë ulje ngritje, si për shqiptarët në të dyja vendet, ashtu edhe për BKT-n gjatë 100 viteve të fundit, por sot kemi një bankë të klasit botror dhe një vend në prag të anëtarësimit në BE. Banka Kombëtare Tregtare. Banka Kombëtare Tregtare ka udhëhequr jetën ekonomike të Shqipërisë dhe është shndërruar në një simbol të zhvillimit, besimit dhe stabilitetit. Sot BKT po ndërton një të ardhme të re mbi një trashëgimi të gjatë. Ajo po lidh 100 vitet e historisë me inovacionin digjital, duke vendosur në qendër qëndrueshmërinë dhe kontributin në komunitet. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë vlerësoi rolin e BKT-s në zgjerimin e përfshirjes financiare, modernizimin e shërbimeve dhe promovimin e tranzicionit ekonomik drejt teknologjisë. Banka Kombëtare Tregtare është gjithashtu një motor i rëndësishëm i inovacionit, me investime të mëdha në digitalizim, në produkte moderne të pagesave dhe në shërbimet bankare që lehtësojnë qasjen e qytetarëve tanë në financë. Në shumë aspekte, banka ka qenë një ndër promotorët e tranzicionit të vendit drejt një ekonomie gjithmonë më moderne dhe të orientuar drejt teknologjisë. Mbrëmja solli një udhëtim artistik nga tradita tek modernia, me interpretimet e Marigona Qerkezit, Gëzim Myshketës dhe Olen Cezarit, në ndrejtimin e maestro Sergio Alapont. Sot banka ka mbi 800.000 klient, zotëron 25% aktiveve të sistemit bankar dhe operon në Shqipëri dhe Kosovë me dek fizike dhe shërbime tepër të avancuara digjitale. Castro Zizo vjen sot në Vision Plus me emisionin më të ri Pod Castro. Shumë personazhe të njohur nga fusha të ndryshme do të jenë të ftuar të artistit me rrëfime dhe intervista të shoqëruara edhe me muzikë. Në ekranin e Vision Plus merriet një program që pritet të trazojë mbrëmjet e së premteve. Pod Castro, emisioni më i ri moderuar nga artisti i njohur Castro Zizo. Me stilin e tij unik, humorin e mpret dhe mënyrën provokuese të thënit të gjërave troç, Castro premton të sjellë një format ndryshe, larg kornizave klasike televizive. Pod Castro vjen si një mix midis një podcasti klasik dhe një late night show, kaq le të themi mund të them, edhe në skenografi, edhe në koncept, edhe në strukturën e vet. Do të jetë aq intim saqë edhe le të themi zbavitës. Çdo të premte njerëzit kalojnë një javë le të themi të vështirë në të gjithë problematikat e tyre, të pasurit dhe të varfrit. Qëllimi kryesor i Pod Castros është që të zbavisi duke dhënë informacion. Pod Castro do të jetë një hapësirë ku bisedat nuk censurohen, ku të ftuarit vjen përballë pyetjeve që zakonisht nuk bëhen dhe ku aktualiteti, arti, politika dhe fenomenet sociale marrin një tjetër dimension. Energjia e Castros dhe qasja e tij direkte do të kthejnë studion në një arenë të mendimeve të forta, por edhe të momenteve plot humor. Ditëm që do t'jenë ata që në mënyrë klishe i quajnë personazhe, unë nuk i quaj të tillë, unë i quaj njerëz jetues, të famshëm apo jo, do të vinë me historitë e tyre sigurisht edhe me aktualitet. Një element
me shumë rëndësi që unë kam insistuar që tjetë në format është edhe këndi, le të themi, ose hapësira që i dedikohet muzikës folk shqiptare. Do të vi çdo javë nga krahina të ndryshme, ajo që ndoshta është cilësuar edhe pak si demode, duke anashkaluar ne, do të vi në formë më të mirë, më cilësore, që familjet, njerëzit, kushdo, plus 16, le të themi, do të argëtohet çdo të premte. Premiera do të jetë sonte në orën 21 në Vision Plus, një takim i përjafshëm që premton surpriza, histori të pazakonta dhe shumë të vërteta të pathëna. Këtu kemi përfunduar, unë falenderoj për vëmendjen, bashkë natën e mirë.